Dashuria mes Diolës dhe Heroldit është kthyer në një histori që po bie në sy. Jo për dramë, po për mënyrën e veçantë që po jetojnë dashurinë e tyre. Sot, Diola feston ditëlindjen dhe surpriza nuk mungoi. Nga të gjitha vendet ku mund të ndodhte ishte pikërisht Japonia, ku bë sfondi një momenti të veçantë për çiftin. Heroldi e surprizoi atë në mes të Tokios, duke i dhuruar emocione të papritura dhe një kujtim që do ta shoqërojë gjithmonë. Në video të ndara në rrjetet sociale, Diola shihet të buzëqeshur, e lumtur dhe falënderuese për gjesën e partnerit të saj. Përpara se të mbërrinin në Tokyo, ata kanë vizituar edhe Osakën, duke eksploruar së bashku bukuritë dhe kulturën unike të Japonisë. Një moment i veçantë në udhëtimin e tyre ishte edhe vizita e Diolës në dyqanin zyrtar të Sailor Moon në Japoni. Në një nga postimet e saj në Instagram, ajo rrëfeu: pavarësisht se doja të merrja të gjithë dyqanin në dhomën time, shodha këtë imazh të saj që më përkujton se si një vajzë e prisht ka më shumë forcë brenda vetes kur e kupton se kush është. Ky udhëtim ishte i paharrueshëm për Diolën dhe Heroldin. Plot momente të veçanta, të ndjera së bashku larg zhurmës së mediave dhe thashëthimeve. Gjithashtu, Diola ka treguar ndjenjat e saj për Heroldin, si janë të forta dhe të sinqerta. Nga Tokyo dhe Osaka, e në çdo cep të botës ku kanë udhëtuar bashk, historia e Diolës dhe Heroldit po shkruhet me kujtime që mbesin, ndjenja të pastërta dhe momente që frymëzojnë. Gëzuar ditëlindjen Diola edhe shumë vite të tjera të lumtura, plot dashuri, suksese dhe gëzim në çdo hap të jetës.